Ajo që në Moskë ende quhet operacioni special ushtarak në Ukrainë bashkë me demonstrimin e armëve të reja nuk po tremb vetëm vendet pranë kufirit rus. Edhe Zvicra e njohur për neutralitetin e saj shekullor, po përjeton një ndryshim të ndjeshëm në opinionin publik. Gjithnjë më shumë qytetar po kërkojnë afrimin me NATO-n. Në të njëjtën kohë, autoritetet federale zvicerane kanë miratuar një plan ambicioz për të garantuar që çdo banor, rreth 9 milion njerëz, të kenë një vend të sigurt në një bunker antinuklear. Vitet e ardhshme më shumë se 1 miliard franka zvicerane do të investohen për rikthimin në funksion të strehimeve të gjatë luftës së ftohtë, të cilat ndër vite janë kthyer në depo, bodrume apo qendra kultivimi kërpudhash. Pas vitit 91 me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, rreziku i një sulmi ajror apo bërthamor duke i harruar. Por sot situata ka ndryshuar rrënjësisht. Qeveria ka nisur rikonstruksionin e të gjitha strukturave nën-toksore që nuk janë më sipas normave. Përfshir rreth 370.000 bunker privat. Totali i fondeve të planifikuara ka vlerën 1.3 miliard eurove. Një nga projektet simbolike është Urania, në qendër të Zyriut, një garazh nën-toksor me 7 kate që mund të strehojë deri në 11.000 persona. Muret dhe dyshemet janë të përforcuara me beton të armuar, dyert masive, furnizime me ujë, generator elektrik dhe sisteme filtrimi të ajrit. Rregullorja e mbrojtjes civile kërkon të paktën 1 metër katror për çdo person dhe një tualet për çdo 30 njerëz. Deri para pak vitesh ndërtuesit kishin detyrim ligjor të ndërtonin bunker në çdo pallat të ri. Në kopaqe këto hapësira shfrytëzoheshin si bodrume private për banorët, por në rast emergjence çdo qytetar ka një vend të caktuar në mënyrë konfidenciale nga autoritetet. Megjithatë, autoritetet lokale po përballen me një pyetje të re: çfarë ndodh nëse një sulm ndodh gjatë orarit punës apo shkollës? Shumë kantone po hartojnë plane për të garantuar mbrojtje edhe për punëtorët dhe nxënësit që ndodhen larg shtëpisë. Siç po e shohim në Kiev, është e domosdoshme të kemi mbrojtje edhe për këto raste, shpjegon Daniel Jordi, drejtuesi i divizionit mbrojtjes civile pranë Ministrisë së Mbrojtjes së Zvicrës. Edhe gjatë një lufte, ekonomia duhet vazhdoj të funksionojë. Krijimi i një rrjeti të tillë është kolosal, por më ekonomik se sa masat e tjera të mbrojtjes së popullsisë, thot ai. Pra Afrika nuk lidhet me vetëm një konflikt global bërthamor, por edhe me mundësinë e luftrave konvencionale që mund të përfshinë Europën lindore. Për shumë zviceran, ky është një skenar gjithnjëje më i besueshëm. Rritja e ndjenjës së pasigurisë ka sjellë ringjallje edhe në sektorin privat. Tregu i bunkerëve është sot ndër më aktivët në botë. Çmimet nisin nga 20.000 euro për strukturat bazë dhe arrin deri në mbi 1 milion euro për ato luksozet të pajisura me çdo komoditet sipas kërkesës së klientit. Kompanitë zvicerane po shohin me interes të veçantë tregun amerikan, ku ekziston tashmë një industri e madhe e mbrojtjes civile. Por sipas analistëve, prodhuesit zviceran besojnë se mund të marrin një pjesë të mirë të tregut nëse tarifat doganore të Trumpit nuk u aprishin planet.